Po që së mungon. Jeta është shumë e zbrast pa bashkëshorten e jetës. Edhe unë krenohem që kom qenë gruaja tina. Po kur kom marrë fillim ka arë shumë vështirë. Mi shumë vujnë që se kanë babën. S'kam nevojë më me dalë. Edhe u distancova për çdo gjaje. Për 10 ditë kom 2 veta shkoj në spital, për 10 ditë veç. Quhem Feride Behrami, jam banore në Biliq pas lufte. Kom punu në arsim, 45 vite. Jom pensionu pra shkollës Ibrahim Rogova, në Biliq. Vështërësit gjatë punës, çdo kush din çfarë vështërësit shkemi pas. Mirë po, vullneti i madh për kushtimi, ja kom dalë, edhe jom pensionu pa një problem. Edhe burrin e kom pas punëtor të arsimit, Mislim Behrami, edhe ai ka qenë kryesor këto në shoqatën e pensionisteve në Biliq. Nuk jeton më, ka vdek thash 4 vite i bën. Ka qenë mjaft aktiv, ka qenë një njeri paqësor, një njeri i urtë, që ka ditë me qetësu çdo gjë, çdo situatë, ka ditë me ofru njerëzit, edhe vetëm fjalë të mira që kanë dëgjojmë na familjarët për te, edhe unë krenohem që kom qenë gruaja tina. Mirë, bële fotografi që tu i ka, po kur kom marrë fillim ka ardhur shumë vështirë. Shumë vështirë më ka ardhur. Mirë po, me iniciativën e fëmijëve të mi, se unë mendoj isha vdes shoku, s'kam nevojë më me dalë, edhe u distancova për çdo gjaje. Mirë po, fëmijat që i mamë nuk i konë punë, nuk je grue që s'ka e qenë e dane të ke punu, qysh mës me afirmu vetën, qysh mës me dalë, edhe që të e formum këtë shoqatën, tash e tutje që të bashkohemi, bisedojmë, rrimë. Po qysh së mungon, jeta është shumë e zbrast pa bashkëshorten e jetës. Ai ka qenë një njeri me të vërtet, çdo gjë në jetë ka qenë. Kom pas mësus, kom pas shok, kom pas bashkëshort. Çdo gjë ka qenë për mu, për familjen time, e për fëmijën e vetë. Fëmijë shumë vujnë që se kanë babën, po jeta po vazhdoj ka s'kishtë. S'duhet ma të tjesë s'ki që ka bënë për atër të fëmijëve. Duhet mu ballafashu me çdo gjë. 73 vjeçar ka vdek. Nga Covidi, 2021. Edhe për 10 ditë, kom 2 veta shkoj në spital, për 10 ditë veç ndroj jetë nga Covidi. Cilat janë të muhabetet që bani shpesh, si shoqës? Po zakonisht muhabetet janë të përditshme. Qa po hekni me vjera? Jo me vjera, jo, me vjera, raport të kena të mira me reja, sonë jam bo vetë vjeher 3 herë, edhe kom 3 reja, kom 1 pambesa, kështu që raportet janë të mira familjare, mirë po nga jeta përditshme,